Rruga përballë stacionit të autobuseve, e cila binte në sy për mungesën e ndriçimit gjatë orëve të natës, shumë shpejt do të ndriçohet. Këto ditë janë duke zhvilluar punimet për vendosjen e shtyllave të ndriçimit publik. Do të vendosen gjithsej 12 shtylla. Mungesa e ndriçimit publik në këtë rrugë paraqiste problem sidomos për nxënësit dhe studentët të cilët ktheheshin apo shkonin në universitetet në orët e pasditës. Rrugat e banesat kolektive përballë stacionit të autobusave do të ndriçohet. Investimi vjen nga ana e komunës së Gostivarit. Aktualisht, përgjatë rrugës është vendosur rrjeti energjisë elektrike dhe brenda këtyre dytve do të vendosen edhe shtyllat për ndriçim publik. Do të vendosen 12 shtylla të ndriçimit publik. Shtyllat dhe dritat që do të vendosen janë të teknologjisë së fundit, njoftuan nga komuna e Gostivarit. Krahas banorëve tek banesat kolektive, të cilët e mirëpritën këtë realizim të komunës së Gostivarit, ndriçimi publik do të shërben edhe për qytetarët e tjerë që frekuentojnë këtë rrugë të rëndësishme që shpihen për tek stacioni i trenave dhe autobusave në Gostivar. Mungesa e ndriçimit publik në këtë rrugë paraqiste problem sidomos për nxënësit dhe studentët që ktheheshin nga shkolla apo universiteti në orët e pasditës. Komuna e Gostivarit, me kredit nga Banka Botërore, është duke realizuar projektin Komuna Ekonomike Ardhmëri e Ndritshme, projekt që parashikon përmirësimin dhe ngritjen e cilësisë së ndriçimit rrugor në komunën e Gostivarit. Projekti ka vlerën prej 350.000 euro. Me këtë projekt do të përfshihet qyteti i Gostivarit dhe 19 vendbanime rurale. Kjo do të thotë se ndriçimi rrugor do të zaventësohet në të gjitha vendbanimet urbane dhe rurale të komunës së Gostivarit.